Pyet ky personin fjalë, punoj thot në spital gjerman me njerëz të sëmur. A kam gjuna që lutem për ta? Kemi dy lutje, i nderuar vëlla ose e nderuar motër. Lutje me mirësi të kësaj dunjaje dhe lutje me falje të botës tjetër. Në Islam ka ajet kuranore dhe hadithet pejgamberit alayhi salatu wasalam që muslimanit i ndalohet të lutet me xhenet për njerëzit të cilët nuk janë musliman. Por i lejohet që të lutet për ta me gjërat e kësaj bote. Ti atje në gurbetje dhe parimisht ata nuk janë musliman, për kanë fe tjetër. Lusë Allah xhel që t'i udhëzoj dhe ata t'i bëj muslimanit t'i shpëtoj para se me vdek. Ban më lut me thonë Allah shëraj, Allah letaja, Allah udhëzoj, Allah bani musliman. Mundësaj me ra shahadet me shpëtu në këtë botë dhe në botën tjetër. Po masit vdesin, edhe Ibrahimi a.s. është lutë për babën e vetë, por Allahu ja ka ndalu. Edhe pejgamberi a.s. e ka ndalu të lutet njeriu për të vdekurin e tij jo musliman, dhe më thonë me shku në xhenet. Prandaj asaj nuk është lutë edhe për agjen e vetë. E vetmja gjë që përmendet se Allahu t'i ka drejtu një lutje për agjen e vetë dhe e ka pranu që me letu pak xhehenamin, asgjë tjetër. Me vendos në gacat xhehenamit, jo direkt në zjarr, edhe komt me prek në gaca me i vlu trut prej nxehtit, Allahu na ruaj. Prandaj kemi argumente të qarta për këtë mesele. Lutet që Allahu xhaleshanu t'ju zbut zemrën aty në bile para vdekjes me rashadet, e me u letu sprovat, e me u letu smundjet, e me u largua mishëru. Na parimisht kemi rahmet edhe duhet kemi në rahmet për njerëz. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam të mëshirshmit i mëshiron mëshiruesi. Mëshironi ata që janë në tokë, ju mëshiron ai që është në qiell. Pra, ne nuk jemi edhe nuk duhet të jemi arrogant, por kur themi nuk pranon lutjet për ata, domthon nëse zvdesin musliman, domthon ti lutu po kot. Prandaj ti duhet të insistosh me mishë me shpirt, me shpëtu njerëzit, me ju tregu të vërtetën, me ju dal hakut gjithë njerëzimit. Kjo është fakti pse ky din ka ardhur mision për të njerëzimin me shpëtu nga xhehenami. Edhe kjo është motoja jonë që na i thrasim në Islam njerëzve se duam të shpëtojmë nga xhehenami. E jo të bëhemi arrogant edhe të mos u tregojmë të vërtetën. Allahu na falte, na përmirësoft.